me që jemi tek ai fluksi i jashtëzakonshëm i njerëzve, I turistëve. Tani ka prenotuar, nuk gjeti vend, mu duk hoteli vogël, e dua kushtet e mira, e ka mundësinë për ta paguar, dikush kërkon edhe cilësinë më të lartë mundshme që ofron qyteti i Shkodrës. Edhe duhet në fakt sepse njëherë bëjmë pushime në vit dhe ato pushimet i bëjmë ka llogaritur që të kaloj jashtëzakonisht mirë. Është edhe ky problemi tjetër, e dua mu në qendër, sepse të gjitha aktivitetet nuk dua t'ju mbas dhe përveç se kësaj të ndjek edhe aktivitetet, por dhe të kem akomodimin në cilësinë më të lartë mundësisht në një hotel me 5 yje. Dhe më në qendër, më me 5 yje, më me cilësi se Grand Hotel Europa nuk besoj se gjeni. Dhe ne kemi zgjedhur një mënyrë shumë origjinale. Unë kam bërë vizitoren me një valixhe me vete. E kishe bosha plot valixhen? Po rrobat e dimrit me, po ti e di pelushe gjitha. Kupton? Pas ke hequr zor për ta tërhequr? Ela po më banoj në Shkodër, i bie që më kanë nxjerrur shtëpia jashtë. Por e doja ta bëja, a e kupton që një mësuese në çdo situatë të jetës dëshiron të bëjë mësime praktike dhe qëllimi kryesor ishte për të bindur vizitorët, edhe praktike. Shiko, çfarë do bësh? Nuk e bë rezervim, provoje, dëshiron me 5 yje, shko te Grand Hotel Europa. Dhe nga momenti që te recepcioni dëshiron t'i shikosh kushtet dhe jo të surprizosh kur merr çelsat ose kartën, shkon te dhoma dhe pastaj mungon kjo është ajo, s'është kjo etj. Pra do 5 yje. Ndiqe reportazhin te recepcioni i Grandit, mësojmë dhe shërbimet e tjera ose çfarë ofron ose ti zgjedh të qëndrosh në një nga dhomat e Grand Hotel Europës në hotel, por përfiton ke pishinën, ke aty ku mund të bëhet palestra, pra është palestra që ka shumë facilitete të tjera të cilat mund t'i përdorni gjatë qëndrimit në Grand Hotel Europa. E ndjekim. Oferta turistike në Shkodër për festat e fundvitit është rritur tej mase, gjë që duket edhe nga fluksi i madh i vizitorëve që vinë në Shkodër. Dhe ne do të improvizojmë një moment ku nëse je vizitor në Shkodër, dëshiron të kesh një natë të magjishme, ku në këtë magji futet dhe akomodimi se ku do të kaloni natën, pasi i keni festuar në darka të ndryshme, në shoqëri me njerëz, por mund të jeni edhe tek ku vetëm, dëshironi të akomodoni në një hotel për t'i dhuruar vetes kënaqësi të pafundme. Dhe ne do t'ju sugjeronim Grand Hotel Europa. Si veprohet nëse je vizitor, nuk e bër rezervim përpara dhe krejt papritur dëshiron të shkosh pranë këtij hoteli dhe të kalosh një natë magjishme. Më ndiqni në këtë rubrikë të këndshme. Kemi zgjedhur një valixhe shumë të madhe, sepse ju e dini, ne gratë gjithmonë kemi nevojë për bagazhe dhe rroba dimërore zën pak volum. Pastaj janë shumë elemente të tjera që merrem me vete. Një valixhe e madhe është më se e mjaftueshme për të kënaqur të gjitha detajet që i duhen një femër me vete. Shkojmë te recepcioni. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Kam zgjidhur që këtë natë ta kaloj te Grand Hotel Europa, por nuk kam bërë rezervim më përpara dhe mendova ndoshta ka vend. Po sa personel lutem? Vetëm, udhtoj vetëm dhe dëshiroj të qëndroj vetëm. Ja, një minutë lutem se të kontrolloj. Ne ju sugjerojmë që na 3 dhoma të cilat janë lirshëm, mundena me ju tregu dhe ju e shikoni vetëm apo dhe mundeni me ju japim opsionin për me zgjallë vetë dhomën. Okej. Do dëshiroja shumë të shikoja. Patjetër. Jam shumë kurioztare, nëse unë qëndroj vetëm një natë në Grand Hotel Europa, marr shërbimet e tjera që mund t'i shfrytëzoj gjatë qëndrimit këtu? Po, patjetër. Tek dhoma përfshihet mëngjesi, e cila shërbehet nga ora 7 deri në 10 në katën e 2. Përfshihet pjesa e parkingut jashtë, pjesa e Wi-Fi, kemi edhe spa, sauna, jacuzzi. Mund t'i përdor edhe kur qëndroj një natë, pra fantastike. Dhe palesër normalisht. Edhe palesër? Do bëj palesër sot? Patjetër. Okej. Nëse ka diçka procedurë para se të vijoj? Do na nevojitet vetëm një mjet identifikimi. Okej, një kartë identiteti?
Po, krejt në rregull. Tani ju zgjidhni dhomën, vini këtu më pas dhe plotësoni një formular. Formulari me dhënat e juaja generale dhe bëheni klienti me Elias. Okej, bravo. Gati jam. Faleminderit. Wow, Kjo është një nga opsionet fantastike. që kemi për ju. Po më pëlqen shumë hapësira, Kjo është edhe arredimi, ngjyrat që janë përdorur, mrekulli. Kjo quhet suite, ë? Po kjo është suite presidenciale, domethënë që ne kemi. Fantastike. Mund t'i tregoj edhe një opsion tjetër. Okej, thjesht për kurreshtjes edhe me këtë jam shumë e kënaqur. Fantastike. Mua më pëlqen dhe arredimi. Ka thjeshtësi, po ka dhe luksin brenda një herësh. E ku ka më bukur se sa fotot bardhëzi të marrubit të vendosen në dekorin e korridorit këtu, shumë e këndshme. I pa ngarkuar ngjyra, ndriçimi fantastik. Po, do shohim në dhomën tjetër? Kemi edhe këtë opsionin tjetër. Edhe kjo që ka një mrekulli. Sa bukur ideja e Shkodrës kafes madhe, është vendosur si dekor aty. Shumë e bukur dhe kjo, hapësira aty ishte pak më e madhe. Po më bën përshtypje që pas ka dhe një derë. Ka ambient tjetër? Kjo është një connected suite, domethënë kjo është një risi e re. Nuk i tregova pak më parë, por që ne gjitha dhomat janë të reja. Dhe hoteli është i ri, domethënë me datën 30 korrekt, gjitha dhomat janë restauruar. Dhe kjo është një nga risitë tona që është bërë domethënë tek pjesa e hotelit tonë. Dhe mund ta shohim pak bashkë dhe pastaj mundesh me zgjedh. Okej, vetëm thjesht sa për kurreshte pa parende atë, pse ka dy dhoma? Qëllimi i dy dhomave cili Kjo është? është një connected suite, domethënë nëse vjen me familjen, nëse të shtot një person i afërt, pastaj me vonë nëse vendos për më ardh. Mund të jetë e dhoma tjetër. Privacinë e juaj. Po, më pëlqen. Po e kemi gjithmonë një fëmijë të vogël që e marrim me vete. Jam shumë kurreshtar për të parandej. Oh, e bukur. Shumë e bukur. Pra të dyja dhomat merren një herësh dhe janë tek i njëjti çmim. Tek i njëjti çmim. Dhe siç thash pak më parë, kjo është një risi e jona domethënë. Dhe nëse një person i afërt të juaj vendos për të ardhur për të shtuar më vonë, ju në privacinë tuaj. Kjo dhe po të jesh çift, ndodh që gjatë natës sikur zemrohen pak me njëri tjetrin. Njëri del këtej, tjetri ande. Kuptojnë në mëngjes pajtohen se s'ka kuptim të vihet në këtë hotel dhe pastaj të ikim me turin të varur. Jo, nuk ndodh kjo gjë. Por arredimi që e ka fantastik. Edhe pjesa e tavanit, ndriçimi, ngjyrat, një mrekulli më vete, Të gjitha të vendosura jashtëzakonisht bukur. Shoh që ka perde, do kemi mundësi edhe për panoram? Po, patjetër kemi edhe balkonin. A ka dhe balkon, ë? O sa bukur. Dhe këtu je në katin e 8 të Grand Hotel Europës. Imagjino e shikon gjithë Shkodrën në pëllëm të dorës. Wow! Ua, qa mrekullie prej këtu. E jashtëzakonshme. Prandaj duhet marrë kjo suite vetëm për panoramën, pa llogaritur dhe akomodimin që është brenda. Je mu në qendër të Shkodrës dhe ke këtë fushpamje që nga Taraboshi, liçeni i Shkodrës, gjithë qyteti në këtë pjesë, bashkia që duket e mrekullueshme tani me ngjyrat. Dhe sa qetësi brenda, pra ti je mu në zemrën e qytetit, por ke kaq shumë qetësi brenda. Pra një akomodim perfekt për atë që dëshiron edhe të pushojë, edhe të relaksohet, por një herësh edhe të jetë pjesë aktive e qytetit në këto ditë festive. Lum ai që vjen në këto dy suita, por edhe në dhomat e tjera, besoj dhe dhomat e tjera janë të mrekullueshme. Mes dy opsioneve, 806, 804 dhe 805, që ju tha që janë së bashku, në preferencën time do zgjidhja pikërisht 804 dhe 805 që lidhen bashkë. Jo për shumë për dhomën e dytë, por për panoramën jashtëzakonshme që ka balkoni. Edhe këtej ishte panorama shumë e bukur, po këtej në atmosferën festive të Shkodrës më pëlqen më shumë të asodis nga kjo anë, por të dyja shumë të mrekullueshme.
Luma ai që vjen dhe e shijon nga afër dhe akomodohet pikërisht në këtë hotel, do I gjej të gjitha standardet europiane. Nuk do t'ja ketë zili asnjë shtetit e Europës për akomodimin që sigurohet në Grand Hotel Europa. Tamam hotel me 5 yje. Pra shoh që janë të dhëna gjenerale që nuk përbëjnë ndonjë problem lidhur me privatësinë apo diçka e tjetër. Okej, po I plotësoj. Okej. Besoj janë në rregull, edhe karta. Akomodim dhe këndshëm. Faleminderit shumë. Kalofshi mirë. Shumë këndshëm dhe këtu. Mrekulli. A, jacuzzi, po. Që shfrytëzo. Aha. Shohu një qarkullim sa bukur. Pasërtia e zakonshme, po vika ujë deri këtu. Çfarë mrekullie. Shumë këndshëm. Pra këtu jemi në katë të nëndheshëm, a? Domethënë te Grand Hotel Europa, sa fantastike. Kjo është pjesa E saunës. Shumë bukur. Shumë këndshëm. Dhe banjë me hapot. Mrekulli. Shumë bukur. Po, dhe palesrës. Po, patjetër që po. E kam darë mendjen të heq 2 kile sot. Është një mrekulli. Kryesisht edhe për ata që janë mësuar me regjimin, që ta bëjnë gjimnastikën dhe palesrën çdo ditë, edhe pavarësisht nga vendi se ku ndodhen, ata nuk mund të shkëputen nga servitja e tyre e përditshme. Kështu që edhe shfrytëzojnë qoftë 1 orë apo 2 orë gjatë qëndrimit tu. Por edhe për persona jo vetëm një natë, se brenda një nate ndoshta nuk mund të bëhen të gjitha, sidomos kur vinë pas një feste, por nëse qëndrojnë më shumë se sa një ditë këtu në Grand Hotel Europa. Shërbimi perfekt. Ne sotëm vetëm disa aspekte, por në çdo transmetim të emisionit Tatokim do të sillim nga një rubrikë të posaçme ku zbulohen përpara gjithë teleshikuesve veçantitë që ka Grand Hotel Europa. Është një hotel që është me 5 yje I certifikuar dhe me një autoritet të padiskutueshëm, jo vetëm në Shqipëri, por dhe jashtë kufive shqiptar. Ja vizitorë zgjedhin Grand Hotel Europën për shërbimet, për cilësinë dhe për më tepër ndodhet në mes të qytetit të Shkodrës, pra të krijon lehtësira për lëvizje të vazhdueshme dhe për të ndjekur të gjitha pikat turistike që janë brenda qytetit, por më pas çdo kush pastaj bën planifikime për të njohur në vende të tjera turistike të Shkodrës. Mjafton kjo rubrikë për sonte në emisionin Tatokim, por ne do të vijojmë sërish për të zbuluar të tjera gjëra interesante që lidhen me Grand Hotel Europën.